Ekonominë në vitin 2021 e kemi gjetur 7 miliard, në vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard. Kosova nuk ka krizë ekonomike, nuk ka krizë financiare, nuk ka krizë buxhetore. Mirë po ka krizë legale, procedurale nga bllokimi i opozitës, e cila po synon qartaze që këtë ta shndrojë në krizë sociale. Na akuzojnë se të tjerët na pas kanë bërë qeveri me 20% e me 30%. Unë pajtohem që kanë bërë qeveri edhe me 20% e me 30%, madje kanë bërë e zgjedhur kryeministra edhe me 7%, por ne refuzojmë të jemi qeveri pazarësh. Me mua mund të kesh qeveri ku bëhet plan e strategji për ndihmën e familjeve dhe të punëtorëve, po jo marrëveshje ku përfshihet ndarja e bordeve të ndërmarrjeve publike. Me mua mund të bashkëpunoj me qeverisim për të punuar bashkë që të zgjidhim sa më shumë çështje e të adresojmë qytetarëve sa më shumë halle, por jo të kemi marrëveshje ku ndahen terminale doganore apo posta ambasadorësh. Pra arsyeja pse nuk kemi një marrëveshje qeveritare nuk është mungesa ofertave dhe bashkëpunimit nga ana jonë, por bllokimi nga ana e tyre, ndërkaq nuk paraqet kur fare justifikimi se më herët janë bërë marrëveshje të tash po bëhen, sepse po që se shikojmë për mbajtjen e atyre marrëveshjeve, e shohim se ato janë të palegjshme. Janë kundër shtetit, kundër republikës, kundër demokracisë. Dhe ne ato nuk i bëjmë, dhe pikërisht pse nuk i bëjmë asnjë lloj pazarësh, na i kena fituar zgjedhjet rregullisht në këto vitet e fundit e do të fitojmë edhe me 28 dhjetor. Në 2 vitet e para, qeverisja jonë ishte shumë e kufizuar. Së pari prej krizës së madhe të pandemisë COVID-19, nuk e gjetëm jo asnjë vaksinë, por nuk e gjetëm asnjë kontratë për vaksina, dhe arritëm që mbi 60% të popullsisë ta vaksinojmë së paku me një vaksinë qysh në vitin e parë 2021, pra për më pak se 9 muaj të qeverisjes sonë. Dhe sikur kjo krizë të mos mjaftonte, me njëherë pasaj ajo energjetike dhe inflacionit për shkak të agresionit rus në Ukrainë, dhe me masat e eficiencës dhe të subvencionimit të faturave të energjisë elektrike për qytetarët tonë, dhe me qeverisjen e mirë në ndërmarrjet publike në përgjithësi, e posaçërisht me performancën e Kekut që filloi të punoj me fitim të shtuar, ne arritëm që edhe nga kjo krizë të dalim fitimtar. E tash, sikur të mos mjafton të kjo kriza e pandemisë që globit i ndodh një herë në 100 vjet, dhe kjo energjetike që globit i ndodh një herë në 50 vjet, e kishim edhe krizën që u shkaktua në veri të vendit ton për shkak të agresionit të Serbisë, ku komplet aparati shtetëror i Vučićit u angazhua për ta luftuar shtetin e posaçërisht qeverinë tonë, sepse shtet ka pasur edhe më herët, por qeveritë e tjera nuk vinin në konfrontim me Serbinë, sepse preferonin pazare e kumari të ndryshme, dhe për herë të parë ne po e kthenim sovranitetin në një hapësirë ku qeverisej nga bandat kriminale, nga strukturat paralele. Të dashur qytetarë, natyrisht që kjo na ka kushtuar neve edhe me kritika, por na ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Heroi ynë, rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u sakrifikua për të mbrojtur rendin e ligjit, për të mbrojtur kushtetueshmërinë e sovranitetin, për të mbrojtur integritetin territorial e institucional të vendit ton, por edhe për të mbrojtur kolegët e tij që ishin më të ri në vendin e ngjarjes, në banjës të Zveçanit me 23 shtator të vitit 2023. E tash nuk ka as band as njeri që i del përpara shtetit, së paku jo në qeverisjen time. Me tjerët, mbase edhe ka pasur kontroll doganave të bankave, të kriptovalutave, ka pasur ndikime edhe në policie, komandanta që kanë punuar për atë rrogën e dytë që kanë marrë në Beograd. Pastaj ka pasur edhe valuta si puna e dinarit, e posta sikur sa ajo e Serbisë, por me qeverisjen tonë
me mua si kryeministër nuk lejohen të këtilla gjëra dhe nuk kam menduar që kjo mund t'ju pengoj edhe shqiptarëve, qytetarëve të Republikës që ja dojnë vendin tonë të mirës. Po ja që erdhëm në një situatë të këtillë dhe na duhet të përballemi edhe nga anët që nuk e kemi pritur. Me neve ka një polici me një komandant të zonës, me neve nuk ka dinar, po vetëm euro, me neve nuk mund të ketë postë Serbisë, sepse kemi postën e Kosovës, me neve duhet paguhet rryma në veri si që paguajmë edhe ne në jug, për neve kriminalet nuk kanë vend e as etni dhe kushdo që e cënon shtetin dhe integritetin s'ka vend as në jug, as në veri, por do të jetë ose në burg në Kosovë ose e ratisur në Serbi. Përveç kësaj, ne kemi arritur rritje ekonomike për kundër krizave. Pra, jo të që i këshim këto 3 krizat, pandemin COVID-19, krizën energjetike për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe krizën në veri të Kosovës për shkak të agresionit Serbisë, por në të njëjtën kohë ne kemi arritur që të rrisim ekonominë, 6% të bruto produktit vendor, mesatarisht asnjëherë pa rënë në 4%. Dhe përveç kësaj kemi dyfishuar eksport të vendit dhe gjithashtu investimet e huaja direkte. Në vitin e kaluar 2024 është rekordi i investimeve kapitale. Ne kemi dëgjuar shumë shpesh për shembull për kritika të cilat na bëhen se nuk po ka mjaftueshëm investime e shpenzime kapitale. Viti rekord është pikërisht viti 2024, ku i kishim 654 milion euro të ekzekutuara. E tash me buxhetin e ri për vitin 2026 ne kemi parapar që të kemi 1 miliard euro investime kapitale në vitin që do të vije dhe asnjëherë në të ardhmen të mos bijem në më pak se 1 miliard. Natyrisht që kjo e ka rritur edhe punësimin. Kosovën e kemi trashëguar me 350.000 punësuar në pranverën e vitit 2021, ndërka shtas që po flasim ai ka 430.000 të punësuar. Pra një rritje prej afër 23% të popullsisë të punësuar dhe natyrisht që edhe zvogëlimi i varfërisë, edhe zvogëlimi i papunësisë kanë ndikuar në mirëqenjen e qytetarëve. Por ka një farë shpërputhje midis gjendjes së mirë, konkrete, praktike, fizike, materiale midis njerëzve dhe në anën tjetër piskamave, bërtimave dhe polemikave të cilat zhvillohen prej atyre të cilët duket që kanë humbur shumë interesa për shkak të përparimit të Kosovës. Me fjalë tjera, çdo gjendje, sa do e keqe që është kudo në çfarëdo kohe, dikujt i konvenon. Pra nëse kemi qenë keq në të kaluarën, dikush ka përfituar nga kjo. Edhe pikërisht ata që përfitonin nga mirimi i dikurshëm janë piskama e tanishme. Por nuk do të jetë edhe ardhshme, për shkak se po fillojmë një kapitull të ri, i cili nis me fushatën e tanishme, vulloset me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe zbatohet në 4 vitet e ardhshme me qeverisjen e vetëvendosjes. E kemi rritur fuqishëm mbështetjen për fermerët, sepse fermerët e krijojnë një raport 3 me tokën, e rrjedhimisht me territorin e shtetit. Kemi shtu buxhet për shkolla, për spitale, për qendrat mikësisë familjare, për barna, arsimin publik e kemi bërë falas në të gjitha nivelet, edhe për master bachelor. Kemi ndërtuar e renovuar objekte sportive, trashëgimisë kulturore cep më cep Kosovës. Investimet publike kapitali kemi ngritur pra në nivelet pashënuara më herët. Bruto produkti vendor është rritur për shkak të eksporteve, është rritur për shkak të konsumit, po është rritur për shkak të investimeve e shpenzimeve që kemi bërë ne, dhe gjithashtu e kemi rritur edhe financimin për rend, siguri edhe sovranitet. I kemi rrit pagat në sektorin publik dhe sidomos tash është temë aktuale rritja e pagës minimale, e kemi gjetë 70 euro, kemi gjetë 130 euro edhe 170 euro. Pra një mesatare për 150 euro kemi gjetë pagën minimale, varësisht ai ki mbi 35 vjeç apo më pak. Ndërkaq ato e bëm së pari 264 euro, 350 euro dhe tash nga 1 janari paga minimale do të jetë 425 euro me 2 shkallë që të kemi një ndjeshmëri për përgatitjen e nevojshme të sektorit privat dhe 500 euro do të jetë prej një korriku të vitit të ardhshëm. Për herë të parë kemi ofruar mbulesë universale të shtesave për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 7.000 gra lehona, e së fundmi shtesat për fëmijë janë rritur edhe për 50%, kjo do thotë që
një familje me 2 fëmijë, e cila i ka marrë deri më tash 40 euro, tash i merr 60 euro, me 3 fëmijë, me qenë se kanë qenë nga 30 euro, i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro, nëse ka marrë 120 euro, se kanë qenë 4 fëmijë, merr 180 euro, e kështu me radhë. Ndërmarrjet publike nuk operojnë më me humbje sikurse dikur,